Ndërsa një nga veterinerët dëgjoi me ultratinguj brenda pitonit, fytyra e tij ndryshoi menjëherë. E shqetësuar vajza pyeti veten se çfarë pa veterineri që fytyra e tij ndryshoi në atë mënyrë. Ajo filloi të shqetësohej për kafshën e saj të çmuar. Por ajo që veterineri pa me anë të ekografisë të futë të dridhurat deri në palc. Mel ishte etiketuar gjithmonë si një vajzë e çuditshme. Ajo donte të bënte tatuazh pjesën më të madhe të trupit të saj, kishte shumë piercing, gjithashtu kishte një piton 7 metra të gjatë, si kafshë shtëpiake. Para se të fillojmë, a mund t'i arrijmë në këtë video 1000 pëlqime? Lutem shtypni butonin like dhe abononi në kanalin ton duke klikuar butonin subscribe. Një gjarpër, si kafshë shtëpiake, ishte perfekt për shtëpinë e saj të vogël. Ai nuk kishte nevojë për shumë kujdes dhe nuk qante gjithë ditën si qeni i vogël i fqinjes së saj. Ai nuk ishte shqetësuar asnjë, por askush nuk e kuptonte të veçantën e marrëdhënies që ajo kishte me gjarprin. Ai erdhi në idhën e saj në kohën e dur, dhe ishte kujdesur shumë për të. Disa njerëz mund të mendojnë se është e frikshme kesh një gjarpër e ta përkëdhelur si kafshë shtëpiake, por Mel nuk ishte përjetuar kurrë ndonjë problem. Fang nuk ishte kërkuar asnjëherë të dëmtonte atë apo ndonjë nga vizitorët e saj. Por megjithatë, fqinjtë e saj nuk ndalonin pa e bezdisur me paralajmërimet e tyre të panevojshme. Mel kishte mbajtur gjithmonë pitonin e